interesant se Sari këndoj këtu këngë, jo që ka vite që i këndoj, mirë po gjithmonë kam emocionin e njëjtë, muj me thonë. Është interesant se ne e morëm një grupin, fakt, thamë, po shkojmë a sezonës das, ma vemi lodhë bolë, po shkojmë në Romë, pushem një ditor ka qenë kështu, një mbujtje kemi pas më këthy. Edhe në lajmërun që ky aeroplan është shty për 3 orë tjera. Ne bolë vëne kishëm fluturimin edhe 3 orë tjera, thamë çka kena me bo 3 orë në aeroport. Po nese, si gjithmonë ne krejt je kena princip me shku shumë herët në dasma, edhe aty në aeroport shkum shumë ma herët. Edhe na 5-6 veta orkestra komplet kemi qenë. Edhe kur peshe, Sintashi peshe aty Hektori, një far piano shumë e bukur, piano shumë e mirë, edhe tha, nive na si njerës që na bashkon muzika, hajde tha po e bojmë një këngë, po e lujmë një këngë edhe e kalujmë pak kohën, edhe tham po okej, u bashkum krejt edhe po fillon mura fjalë. Po ishte interesant se është një këngë që realisht është bë si himn për gjithë shqiptarët kudo që janë. Po interesant ishte që i shisha të gjithë duke ardhur prej anëve të ndryshme, do më thonë, vetëm pse e kanë dëgju tingullin shqiptar. Mora fjalë, po bashkon, bëjshin video, ishte një ndjenjë interesante, e bukur, edhe nuk ka qenë veç kjo këngë, po vetëm këta e kemi incizu, ka pas edhe disa këngë tjera se pastaj tani... Kanë kërku me siguri edhe të tjerët, kanë prit që të këndosh. Po, i këndum disa këngë, kalum shumë mirë, po është një moment që nuk besoj që do të harroj, për shkak të emocionit që ma ka dhonë. Aty, kur i kam pa prej poshtë naltë, prej gjitha anëve të arë shqiptarë, vishin, shkojshin se shkaku i fluturimeve se cili, mirë po të gjithë me nostalgji edhe me lotë në sy ashtu, me mallëngjim të dëgju edhe kjo është një shumë e mirë me vlerësu çka po bën edhe mënyrën që shpe interpreton.